Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, kënaqësi të takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte do të flasim për një temë që prek mijëra njerëz çdo vit. Do të mësojmë më shumë rreth alergjive sezonale e sidomos polenit. Se çfarë do të ndodh me këtë alergji, çfarë është poleni, çfarë mund të bëjmë që të ndjehemi më mirë gjatë ditëve me shumë polen në ajër, do të diskutojmë me doktoreshën Luljeta Ahmetaj, alergologe. Doktoresh, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit nga ju, kënaqësi. Doktoresh, fillimisht dëshiroj të pyes, a duhet të fillohen të bëhen teste për alergjitë sezonale? Testi për alergji sezonale normalisht që duhet të bëhen. Jemi në periudhën e pranverës, do të thotë në periudhën kur veç fillon bulëzimi i luleve të ndryshme ose bimëve të ndryshme. Këtë vit, periudha pranverore është vonuar tek ne, përndryshe periudha e polenizimit, gjithsesi të lulëzimit të bimëve të ndryshme, është dashur që të fillojë që nga shkurti. Do me thënë, është strikt periudha kohore kur bimët fillojnë ose kanë në kalendarin e tyre sezonal të lulëzimit. Përndryshe polenet janë grimca shumë të vogla, të cilat krijohen nga gametet mashkullore, udhëtojnë në drejtim të pistilit për ta shumëzuar një bimë të caktuar. Prandaj çdo bimë ka periudhën e saj të polenizimit dhe në bazë të asaj pastaj vjen deri tek paraqitja e simptomatologjisë së pacientëve në varfshmëri nga sensibilizimi ose te ndjeshmëria e pacientëve tanë ndaj grimcave të tilla. Në pranverën e hershme, më të hershme, fillon polenizimi i pemëve të larta, do me thënë ahu, bungu, qari, mështekna, lejthia e tjera, janë pemët e para të cilat fillojnë lulëzimin. Pastaj për të i lënë kohë lulëzimit të barishteve, do me thënë barit të gjelbërt i cili ndodhet në natyrë, dhe në periudhën e vjeshtës së hershme, do me thënë para sezonës së dimrit, fillon lulëzimi i barishteve të egra ose shkureve që i quajmë neve. Prandaj po them në varësi të polenizimit të bimëve të caktuara, pastaj vjen edhe deri tek simptomatologjia e pacientëve tanë, varësi se në cilën bimë është i sensibilizuar. Po, në çfarë mënyre mundën me ndiku alergjitë sezonale tek ata persona pra që janë të ndjeshëm prekën nga kjo? Kryesisht varet ajo grimcë e tillë e polenit e cila ka një diametër prej 10 deri në 100 mikrometër, se në cilën pjesë është vendosur. Zakonisht polenizimi, po mendoj sensibilizimi fillon prej moshës 6 vjeçare, vazhdon më tutje, dhe në qoftë se është vendosur vetëm në pjesët e sipërme të traktit respirator inflamacioni, atëherë do të manifestohet me kruarje sysh, me skuqje sysh, me djegje sysh, me lotim, do me thënë me një konjunktivit. Nëse vazhdon në pjesët e hundës, si dhe të pjesës paranazale, do të vijë deri tek simptomatologjia e rinitit. Do me thënë kruarje hunde, të shtima të një pasnjëshme, rjedhje hunde ose blokim hunde. Pastaj për të zbritur në pjesët e poshtme të traktit të frymarrjes, kruarje rreth gojës, koll i thatë, ngacmus, sidomos në periudhat e natës, për të vazhduar në pjesët më të poshtme të traktit respirator, do të thotë me një koll, me frymëzënje, fishkëllim gjoksi e tjerë, do të thotë simptome të një astme bronkiale. Po, a duhet marrën masa paraprake për alergjinë dhe a janë trashëguese alergjitë? Alergjitë janë gjithherë trashëguese. Do me thënë, nëse njëri prind ka një simptomatologji alergjike, atëherë mundësia që të trashëgoj tek pasardhësit është deri në 30%. Nëse të dy prindrit janë alergjik, atëherë mundësia trashëgimit shkon deri në 75%. Trashëgohen gjenjet e alergjisë, të cilat do të ndikojnë në qelizat e specializuara të cilat bëjnë pjesë pastaj në atë inflamacionin e pasqyrës klinike dhe fispatologjike të zhvillimit të një reaksioni alergjik, si dhe mediatorët të cilët lirohen nga po këto qeliza. Prandaj po them gjithherë ekziston baza e një trashëgueshmërie. Mirë po, a do të zhvillohet një sëmundje alergjike ose jo, do të varet edhe nga kushtet e rritjes së fëmijët, si dhe ndikimi faktorëve ambiental, gjë për të cilën jemi duke folur shumë kohëve të fundit, sepse ka ndryshuar klima globale
dhe kemi ndikimin e faktorëve ambiental në kuptimin e ndotësve të ambientit të jashtëm, siç është tymi i automjeteve, tymi i fabrikave të ndryshme, pastaj përdorimi i thëngjillit në shtëpitë tona për ngrohje, për zjerje e tjerë. Do të thotë të gjithë këta faktorë do të inkorporohen në njëri tjetrin në mënyrë që të vijë deri tek zhvillimi i një sëmundje alergjike. Po cilat janë ato masa që duhet marrë paraprakisht dhe a kanë nevojë njerëzit që të shmangin disa nga aktivitetet fizike për m'ju largu alergjisë? Si po mendoni paraprakisht? Apo mendoni për mos me ardhur të zhvillimit Deri sëmundjes po. alergjike apo masi që të zhvillohet sëmundja alergjike? Para se me prek pra sëmundjen alergjike. Një nën e mirë do të ishte një nën e cila përkujdeset për një shtatzani të mirë. Do të thotë a do të kemi një fëmijë i cili më vonë do të zhvillojë një alergji ose jo, fillon kujdesi që nga periudha perinatale, do me thënë që në barkun e nënës. Në kushte të tilla nëna duhet të ketë, po mendoj, të bëjë një gjumë të mirë, të ushqehet mirë, të mos pi duhan, të mos konsumoj droga të ndryshme, të mos konsumoj medikamente të caktuara. Të gjitha këto ndikojnë në një shtatzani të mirë si dhe në një zhvillim të sistemit imunitar në mënyrë të mirëfillt. Në periudhën postnatale ka shumë rëndësi ushqyerja me gji. Do me thënë burimi i materieve ushqyese, emocionale, si dhe e ngritjes së sistemit imunitar të foshnjës, rrjedh pikërisht nga gjiri i nënës. Në periudhën postnatale ka shumë rëndësi nëna të mos konsumoj duhan, të mos keq përdor substanca të ndryshme, thash edhe një narkotike ose medikamente të caktuara e tjera, dhe fëmiu të rritet sa më i lidhur me natyrën. Do thotë të ketë një fëmijëri të shëndetshme, të ushqehet mirë me materje të shëndetshme ushqyese, materje të pastra, do me thënë në aspektin biologjik. Të gjitha këto po them do të ndikojnë që të parandalojnë zhvillimin e një sëmundje alergjike si dhe forcimin e sistemit imunitar. Ka shumë rëndësi që sistemi imunitar të jetë i forcuar. Po tek sëmundjet pra alergjike, si mund t'i dallojmë që janë sëmundje kronike alergjike dhe vetëm reakcion alergjik? Një pyetje shumë e mirë. Do me thënë, ekziston një dallim esencial i asaj që i themi një reakcion alergjik krahasuar me sëmundjen e mirëfillt alergjike. Reakcione alergjike pothuajse 80% të tërë popullatës në botë do të kemi, do të thotë të gjithë jemi. Do të kemi një reakcion medikamentoz ose reakcion nga një thumbim insekti ose reakcion momental nga një ngacmues i jashtëm, një irritim e tjerë. Ajo nuk do të thotë zhvillimi një sëmundje kronike alergjike. Sëmundja kronike alergjike është mbivendosje e një inflamacioni kronik i reakcionit alergjik në një indh ose organ. Gjë që do të manifestohet pastaj me simptomatologji, siç thash, të një rinokonjuktiviti, të një astme bronkiale, të një laringjiti, të një urtikarje, angioedeme, të një reakcioni anafilaktik deri në shok anafilaktik. Do të thotë krejtësisht varet nga ajo se në cilin ind ose organ është i mbivendosur ai mekanizëm i inflamacionit alergjik në organizmin tonë. Doktor Req, me që jemi tashme edhe në stinën e pranverës, dëshiroj të pyes se kur fillon t'i ndjej një njeri simptomat e alergjisë ndaj polenit? Krejtësisht varet nga koncentrimi i polenit në ambientin e jashtëm. Do thotë, nëse kemi ditë me diell, me një erë të lehtë, simptomatologjia fillon që në atë periudhë kohore. Krejtësisht po them varet se kjo sezona kur na ka ardhur. Unë e përmenda ngrohjen globale, e cila ka ndikuar që toka vetë, do me thënë, globi toksor, të jetë i ngrohur për 1 gradë Celsius. Kjo i ka dhënë një impuls bimëve tona që të fillojnë periudhën e polenizimit më herët, si dhe periudha e polenizimit të zgjas më tepër për 2 javë, dhe agresiviteti të jetë i simptomatologjisë së simptomeve alergjike të jetë më i ashpër. Kështu që po them tani
Periudha e pranverës ka filluar që të na spostohet më herët, po edhe vjeshta të zgjas më tepër. Ja ashtu disi periudha dimrore janë shkurtuar shumë dhe nuk i kemi më ato dimrat e ashpër që kemi pas më parë. Kështu që po them, simptomatologjia fillon në bazë të koncentrimit të polenit të periudhës së caktuar kohore. Do me thënë, kur ka filluar lulëzimi i asaj bime. Kemi edhe dukuri kur një bim po lulëzon 2 deri në 3 herë në vit dhe i kemi ato pikun e simptomatologjisë në ato periudha kohore. Po cilat janë disa nga llojet e polenit dhe a mund të paraqitet vetëm në kohën e pranverës apo edhe në sinët e tjera? Unë u përmenda në fillim të emisionit, në fillim të pranverës lulëzojnë pemët e larta. Do me thënë, duke filluar nga lejthia, ahu, bungu, qari, ato e kanë periudhën e polenizimit në shkurt, mars, prill. Maj qershori është periudha tipike për polenizimin e barishteve, barit të gjelbërt, i cili ndodhet kudo. Pastaj, disi në periudhën e qershorit, fundi qershorit, fillimi i korikut, kemi një qetësim, për të vazhduar në fund të korikut, gushti, fillimi shtatorit me shkure, me barishtet e egra. Është ambrozia e regjvit. Kështu që po them në vartësi të asaj se cilët pacient në çka janë të sensibilizuar do ta kenë simptomatologjinë të caktuar. Ne kemi bërë edhe studime dhe kemi vërejtur që individët në Kosovë më shumë të janë të sensibilizuar ndaj polenit të barishteve dhe lule pelinit. Do me thënë është koncentrimi më i lartë, pastaj në vendin e tretë është mështekna. Gjithashtu simptomatologjia kryesore, rreth 80% të pacientëve tanë janë me rinokonjunktivit, do me thënë me simptomatologji nga hunda dhe syt. Për ta zëvendësuar në shkallën e dytë, do të thotë është astma bronkiale, por nuk duhet harruar që dhe ndryshimet lëkurore mund të jenë të shkaktuara nga polinozat e tilla, se shpeshherë pacientët e tillë përfundojnë te dermatologu pastaj, ose te pediatri për shkaqe të frymëzënies e tjerë. Nëse qoftë se thjesht thënë, në qoftë se një pacient ose një fëmijë, këshill për nënat, ka simptome të cilat paraqiten gjithherë në periudha të caktuara kohore, zgjasin më tepër se 2 javë dhe janë simptome të cilat nuk kanë pas një shkak paraprak. Do me thënë, nuk ke një inflamacion që është paraqitet njëri fëmijë, pastaj po paraqitet te ky, atëherë duhet të na kujtohet ose të na çojë që të mendojmë që kemi të bëjmë me një sëmundje alergjike. Prandaj duhet të drejtuar tek alergologu, jo te mjeku pediatër ose jo te mjeku dermatolog. Si mund të diagnostikohet kjo sëmundje? Diagnostika tani fatmirësisht është i mirëfillt, do me thënë kemi evoluar shumë në këtë aspekt. Kemi filluar dikur me skin prick test ose teste kutane, që tani më janë baza një diagnostike, por do me thënë është aja. Tani kemi kaluar në metoda shumë të avancuara diagnostike, siç është përcaktimi i IgE specifike, do të thotë përcaktimi strikt i molekulave të caktuara të cilat janë përgjegjëse për të nxitur një reakcion të tillë alergjik. Pastaj për të vazhduar me diagnostik molekulare, do me thënë kemi metodologji për përcaktimin e qelizave të caktuara e tjerë, do me thënë kemi laboratori imunologjik është zhvilluar në këtë aspekt dhe fatmirësisht edhe te ne i kemi këto aparatura dhe kemi një mundësi të diagnostikës së mirëfillt. Neve kemi mundësi tani me një pikë gjaku nga një molza e gishtit të diagnostikojmë mbi 130 alergjen për një herë, do me thënë është diagnostik e jashtëzakonshme, krahasuar me disa vite më parë. Kjo ka shumë rëndësi sepse përcaktimi i sakt i një sensibilizimi ndaj një alergjeni do të thotë pastaj edhe trajtimi i mirëfillt i sëmundjes, sepse duke përcaktuar strikt në çfarë alergjeni është i sensibilizuar pacienti, mund të mësojmë pastaj përpunimin e vaksinës së caktuar, e cila bën çrënjosjen e sëmundjes. Shpesh pacientët vinë në klinikën time dhe më thonë që kemi lexuar në internet që alergjit nuk shërohen, nuk është e vërtetë. Alergjit shërohen në mënyrë të mirëfillt me anë të dhënies së vaksinave, do me thënë me anë të imunoterapisë,
e cila nënkupton dhënien e dozave të përcaktuara në periudhë të caktuar kohore për ta tejkaluar reaksionin alergjik, do me thënë për të krijuar antitrupa bllokues ose për të krijuar të ashtu quajtura qelizat rregullatore e cila e rirregullon procesin inflamator proalergjenik. Kjo është imunoterapia, mirë po, kohëve të fundit jemi duke folur edhe për terapinë e personalizuar, e cila nënkupton dhënien strikt të terapisë biologjike ndaj personave të caktuar tek të cilët nuk mund të aplikohet imunoterapia, ose për të cilët përcaktohet që një imunoterapi nuk do të jetë e suksesshme, sepse kemi individ të cilët janë të polisensibilizuar, do të thotë të sensibilizuar në shumë shkaktar për një herë, ku shkalla e sensibilizimit është jashtëzakonisht e lartë. Në raste të tilla kemi të bëjmë me të ashtu quajtur pacientët të cilët shumë vështirë e menaxhojnë sëmundjen. Okej, po a ka trajtime natyrale për kësaj, sepse kemi dëgjuar edhe trajtime me hithra, diçka tjetër, cilat janë ato trajtime? Apo vetëm mund të jenë? Absolutisht, unë si mjeke, si pedagoge, si shkencëtare nuk jam pro terapive të cilat nuk janë të vërtetuara në mënyrë mjekësore, shkencore. Kemi dëgjuar edhe për apiterapi apo ku diun, nuk janë metoda të verifikuara, kështu që të gjithë pacientëve ju them që duhet të paraqiten tek mjeku në mënyrë që të diagnostikohet dhe të trajtohet, sepse udhërrëfyes për trajtimin, për diagnostikimin, trajtimin dhe menaxhimin e sëmundjeve alergjike janë shoqatat evropiane, siç është EAKI, është Akademia Evropiane e Alergoimunologjisë Klinike, është EFISI, Federata Evropiane e Imunologjisë, pastaj Federata Botërore e Imunologjisë. Ato janë ato të cilat japin guideline-et dhe japin ato metodologjinë e diagnostikës dhe trajtimit të këtyre sëmundjeve. Si mundet me ndiku alergjia e polenit në jetën e përditshme të një person? Sa vuan, po them ashtu nga kjo? Nga kjo perspektivë, po. Vuan shumë. Sipas Arjes, që është shoqata më e madhe për menaxhimin e rinokonjuktivitit, do me thënë është allergic rhinitis et impact in asthma, sëmundjet alergjike të rinokonjuktivitit ndahen në dy tipe, në formë e lehtë dhe formë e mesme dhe formë e rëndë, do me thënë ose e mesme e rëndë. Në qoftë se pacienti ka më pak se 4 ditë brenda javës me simptomatologji apo më pak se 4 javë brenda vitit, themi që ka një rinokonjuktivit të formës sezonale, të formës së lehtë ose të mesme ose të rëndë. Si tani varet se çfarë është ajo rëndesa brenda 24 orëshit. Nëse ka më tepër se 4 ditë brenda javës apo më tepër se 4 javë brenda vitit, themi që e ka formën persistente ose tërvjetore, përsëri të formës së lehtë, të mesme ose të rëndë. Ajo përshkallësimi pastaj varet nga rëndesa e simptomatologjisë, zgjimi natën, mos koncentrimi në shkollë ose në punë, simptomatologji të vrullshme të cilat do me thënë e çrregullojnë kualitetin e ditës. Nëse këto simptomatologji e çrregullojnë përditshmërinë, në qoftë se nuk të lënë të pushojnë gjatë natës dhe në qoftë se nuk të lënë që të koncentrohesh në punë dhe në shkollë, themi që është formë e rënduar. Nëse janë simptome të cilat paraqiten brenda periudhës së shkurtë kohore, kalojnë pa pasoja, nuk të lënë po mendoj pasoja në shkollë, në koncentrim, në punë e tjerë dhe të lënë të pushojnë gjatë natës, themi që janë simptome të lehta. Pa, keni pas raste ju vetë personalisht në klinikën e juaj që ju kanë ardhur në një formë të rënduar, çfarë i keni këshilluar? Si e kanë pasur ata këtë trajtim? Në klinikën tonë paraqiten pacient për çdo ditë, ndoshta më tepër se 40 pacient të simptomatologjive të ndryshme. Gjithherë kemi pacientë të tillë, do me thënë. Neve e themi që rinokonjuktiviti nuk është sëmundje vdekjepruese, por rinokonjuktiviti mund të rëndoj shumë jetesën. Kam fëmijë të cilët paraqitet po mendoj konjuktiviti vetëm në sy. Ai nuk shkakton seriozitet në organizëm,
por skuqja e syve është intensitetit aq të lartë që ai fëmijë nuk mund t'i hapë syt brenda ditës. Do të thonë, shihni sa është e rëndë kjo situatë. Dhe problemi qëndron që në këtë rast duhet dhënë kortikosteroid që mund të kenë pasojë në zhvillimin e fëmijës dhe nuk mund neve ta mbajmë fëmijën e tillë vetëm me dhënien e substancave të tilla. Prandaj po them, kjo simptomatologji, edhe pse nuk është serioze në kuptimin e rrezikshmërisë për jetë, mund të jetë simptomatologji e cila e rëndon përditshmërinë tonë deri në shkallë të tillë sa që pastaj mund të çojë edhe në rrezikshmëri jete, sepse nëse kemi të bëjmë me një atak astmatik, siç është frymëzënia, kolla, mosmbushja me frym, sidomos është e ashtu quajtura thunderstorm asma, do me thënë, është ataku astmatik i cili paraqitet në ndryshimet klimatike para dhe pas shiut, sepse lagështia në ajër ndikon në bymimin e polenit dhe pastaj ai shpërthen më lehtë. Pacientët e tillë do të kenë një simptomatologji në ndryshimet e tilla kohore dhe mund të jenë të rrezikshme për jetën. Ekziston problemi tjetër që unë e potencoj të polenozat, që polenozat na e kanë çrregulluar jetesën edhe e kanë çrregulluar jetesën e pacientëve tanë, kuptimin që paraqiten disa alergjen të cilët shënohen si pan-alergjen. Janë alergjen të cilët reagojnë në mënyrë të kryqëzuar në fruta, pemë dhe perime të caktuara. Dhe paramendoni një pacient i cili është alergjik në mështekën mund të përfundojë në shok anafilaktik pas marrjes së lehthisë ose kirikut ose arës ose bademit e tjerë. Do me thënë është reakcion i kryqëzuar. Ose poleneve të barishteve mund të përfundojë në reakcione shumë të fuqishme në karrotë ose në mollë ose në fruta të ndryshme. Këtu qëndron problemi sepse marrja e ushqimeve të caktuara mund të ketë pastaj pasojë një anafilaks të mirëfillt, e anafilaksa siç dihet është reakcion i cili mund ta marrë jetën. Po si mund ta dinë që kanë këtë reakcion alergjik? Duhet bërë diagnostikimi, e thash, do të thotë duhet saktësisht të përcaktohet molekula e cila është, sepse në kuadër të polenit ekziston epitopi ose molekula e caktuar e cila interagon, dhe atë molekul pastaj neve duhet ta hulumtojmë që ta gjejmë edhe në ushqimet e caktuara dhe që të bëhen testet përkatëse. Doktoresh, si duhet menaxhuar ekspozimin ndaj polenit në shtëpi apo edhe jashtë? Po, ekspozimi është i thjeshtë, fare i thjeshtë. Periudha e polenizimit zgjat prej orës 10 deri në orën 1 deri në 2. Do me thënë është ai mesi i ditës, kështu që për këta pacient themi që të mos dalin jashtë prej orës 10 deri në orën 3-4 të qëndrojnë brenda me dritare të mbyllura në mënyrë që poleni mos të futet në ambientet tona. E mirë është që në shtëpi të kemi ato ventiluesit e ajrit, të cilët i bllokojnë molekulat e tilla, pastaj rrobat të mos thahen jashtë, por të thahen në brendi, rrobave të mos i qesim aromatizues dhe përbërës të ndryshëm, të cilët kanë bazë bimore, të mos i ekspozohemi marrjes së produkteve në bazë bimore në formë të kremrave, shampove ose të mjeteve të ndryshme kozmetike, si dhe të kemi kujdes edhe në konsumimin e mjaltit, sepse mjalti rreth 35% përmban polene të caktuara, kështu që duhet të kemi kujdes edhe në këtë aspekt. Po, a përkeqësohen simptomat në ditët kur janë për shembull me shumë ajër apo vetëm në ajër sa janë? Do të thonë ka frymë shumë. Këto janë bimë të cilat e shumëzojnë veten me anë të erës. Po. Prandaj duhet të jetë dita me diell me një erë të lehtë. Do të thotë këto janë kushte klimatike të përshtatshme për të polenizuar ose për të shumëzuar një bimë. E mira e së mirës është që meteorologët tanë së bashku me temperaturat të na tregojnë edhe periudhën e polenizimit ose koncentrimin e polenit në ditë të caktuara. Ekzistojnë matësit e poleneve në botë,
edhe me aplikacionet të caktuara në këto smartphone tona, Po. mund t'i downloadojmë dhe t'a shohim për secilin polen kur e kemi atë pikun e koncentrimit të saj. Po cila periudhë e vitit mund të jetë ajo që nuk mund të ketë ose zhduken plotësisht? Unë e thash në fillim të emisionit, do me thënë, përderisa gjatë periudhës së dimrit përpara kemi pas fjetje të bimëve, tani po thua se kjo periudhë e dimrit është zhdukur fare. Do me thënë, mund të jenë një muaj ose një muaj e gjysmë, por në përditshmërinë tonë fatkeqësisht kjo periudhë është shkurtuar shumë. Po, dhe për fund doktoresh dëshiroj të pyes çfarë mund të bëjmë që të ndihemi më mirë gjatë këtyre ditëve pra që janë me shumë polen në ajër. Po mendojnë pacientët, sigurisht. Pacientët je thash duhet që të dalin në periudha të caktuara kohore, nëse për shkak të punës, shkollës, duhet patjetër që të dalin, atëherë mirë është që të vendosin maskën, maska e zakonshme, e cila na ka mbrojtur edhe gjatë Covidit. Kur të vjen nga shkolla ose puna, duhet që t'i pastrojnë, po mendoj rrobat, duhet të bëjnë një tush në mënyrë që poleni të shpërlahet nga trupi i tyre. Doktoresh, faleminderit shumë edhe një herë për krejt këto këshilla dhe informacione që i dha për shikuesit tanë. Faleminderit nga ju. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Natën e mirë dhe mirupafshim.